shkuarja nesër në takim të presidentja Osmani. A është kompromis i madh, a i vën shumë? A konsideroni, a keni në mendim që si çdo është me shkua? Ne kemi, kjo është një kompromis shumë i madh që të marrim nesër pjesë në takimin me presidentën, por ama kemi bërë kompromise vazhdimisht prej kur kemi hyrë në këtë fazën e konstituimit të kuvendit, sepse krejt këto ftesa tona për takime, për konsultime, letra, për marrëveshje politike janë çështje kompromisi, nuk kanë qenë thjesht diçka që advokati për aty është vendosur që të bëhen. Kanë qenë çështje kompromisi dhe jemi të vetëdijshëm, ndërkohë që ky është një kompromis po ashtu shumë i madh, sepse mos të harrojmë që në nesër në takim ju falenderojmë zonja Yrseli Kryziu. Edhe përballë një subjekti politik që madje fare nuk ka as përfaqësim brenda kryesisë së kuvendit. Me thonë është goxha një kompromis lëvizjes vetëvendosje që të jemi prezent në një takim gjatë gjithë kësaj kohe kur faleminderit shumë për kompromisin. Për një përpjekje vazhdueshme për ta faktin që po bëhet fjalë për një subjekt politik që ka fituar 42% votave në zgjedhjet e fundit parlamentare. Domethënë, krejt kjo tendenca me fitoren e lëvizjes vetëvendosje të nxjerrë tema ndryshme kanë qenë pikrisht kompromiset tona që vazhdimisht ne kemi të kalu duke bërë një hap tutje. Definitivisht ka qenë realitet. Prandaj po e përsëris që tendenca për me ul rezultatin, për me e dëmtu fitoren. Po kush mund me ul rezultatin? Po çfarë flet mo? O zonja Yrseli. O zonja Yrseli. Zonja Yrseli. Zonja Yrseli Kryziu, kush po përpiqet ta ul rezultatin. Këtë që zë e ka komuniku këtë rezultat. Nuk e komunikojnë partitë politike. Po është evidente që ne nuk i kemi numrat, por ama ne do t'jemi edhe nesër në takim, sepse po ashtu duam përçoj mesazhin që s'kemi qenë asnjëherë të interesuar që t'i kontribuojmë bllokadës. S'kemi qenë gjithmonë të interesuar që t'japim alternativa e bëjmë paputje për të zhbllokuar situatën. Por nuk ka qenë vullneti i Po pse a ke guximin politik për Yrseli Kryziu? A ke guximin politik? Zonja Yrseli Kryziu. Zonja Gresh, vetëm pak, zonja Gresh se zonja Yrseli Kryziu, po funksionon ndërgjia me funksionon po zonja Gresh është zonja Yrseli Kryziu. A ke guximin, por unë nuk po ju ndëgjoj fare. Po, tani, po dëgjon tani zonja Yrseli Kryziu. Po.